Baba Vanga e Japonisë bën parashikimin e tmerrshëm për një ngjarje që mund të ndikojë botën brenda 5 vitesh. Gjatë viteve kanë qenë disa parashikues që kanë fituar një vëmendje për parashikimet e tyre të frikshme të sakta nga parashikuesja bullgare Baba Vanga te astrologu i shekullit 16 Nostradamus. Për shembull, Baba Vanga thuhet se parashikoi sulmet e 11 shtatorit më shumë se një dekadë përpara tragjedisë. Për ngjarjen ajo shtoi se uqëri do të ulurin në një shkure dhe gjaku i pafajshëm do të derdhet. Thuaj se ajo i referohej kullave binjake dhe avionëve të rëmbyer Zoj Çeliku, ndërsa edhe referenca për shkuren mund të jetë një aludim për presidentin e atëhershëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, George W. Bush. Ajo gjithashtu bëri një parashikim për vdekjen e princeshës Diana, ndërkohë që Nostradamus njihet për parashikimin e hedhjes bombave atomike mbi qytetet japoneze Hiroshima dhe Nagasaki. Tani, një tjetër parashikuese ka dalë në skenë dhe po bën disa parashikime, po aq të frikshme për të ardhmen tonë. Ryo Tatsuki, një thallxore dhe ishartiste e mangave në Japoni, thot se ka qenë në gjendje të parashikoj ngjarje botërore që nga viti 1980 të cilat i vijnë përmes ëndrave shumë të gjalla. 70 vjeçaria botoi një manga të titulluar The Futurist në vitin 1999, ku dokumenton disa nga ëndrat e saj më të çuditshme. Kjo përfshinte tërmetin në Kobet Japonisë në vitin 1995 dhe vdekjen tragjike të këngëtarit të grupit Queen, Fred Mercury në vitin 1991. Megjithatë, ajo ka bërë një parashikim veçanërisht të frikshëm edhe për vitin 2030. Një nga profecitë më të ftohta të saj parashikonte shfaqjen e pandemisë COVID-19, teksa ajo shkruante: një virus i panjohur do të vijë në vitin 2020. Do të zhduket pasi të arrijë kulmin në prill, por nuk e la me kaq. Ajo paralajmëroi mëtej se virusi do të jetë edhe më shkatërues në vitin 2030, duke shtuar se do të sjellë shkatrimin më të madh dhe humbje jetësh. Parashikimi ka marrë më shumë vëmendje së fundmi pasi India raportoi një rritje të befasueshme të rasteve me COVID-19 muajin e kaluar me Times of India dhe raportoi se vendi kaloi një kufitëri me 1000 raste dhe pati një rritje 4 brenda disa ditësh. Por kjo nuk është e vetmja profeci alarmante në librin e Tatsuki. Ajo gjithashtu paralajmëroi një tjetër ngjarje shkatëruese që pritet të ndodhë së shpejti, më 5 korrik të këtij viti. Kjo ngjarje sipas saj do të ndodhë në Japoni dhe thuhet se do të jetë një fatkeqësi natyrore, si një tërmet ose mega tsunami. Paralajmërimi ka qenë kaq tronditës sa shumë njerëz thuhet se e kanë marrë seriozisht dhe kanë anulluar planet e udhëtimit drejt Japonisë këtë verë, duke theksuar se këto janë thjesht parashikime nga një person që pretendon të ketë aftësi të tilla dhe nuk bazohen në fakte shkencore apo prova të verifikuara. Historia ka treguar se shumë profeci nuk janë realizuar, prandaj e rëndësishme është të mos përhapet panik apo frikë mes njerëzve. Gjithsesi, ne këtu jemi. Do të presim dhe do të shohim.